Prej muaj dhjetor të vitit 2020, projekti për rehabilitimin e zonës pranë portit detar vijon të jetë pezull. Projekti i nisur rreth 4 vite gjysmë më parë, i cili parashikonte rehabilitimin total të një prej zonave të lagjes 1 Maj, gjithkohës ka vazhduar me ndërprerje disa vjeçare dhe shpresa të kota se puna do të fillonte. Në dhjetor të vitit 2020, pas lançimit të këtij projekti, në zonë nisën edhe shembjet e godinave të para të banimit për të dhënë sinjalin se punimet që filluan nuk do të ndaleshin më. Por faktikisht ndodhi krejt e kundërta, pas shembjes së 10 objekteve, kryesisht godina banimi, punimet u ndalën për të mbetur pezull për disa vite. Më pas, si pjesë e projektit u përsaktua dhe krijimi një rrethrotullimi në zonën e ish parkut të tregtisë, i cili jo vetëm do të bënte të mundur orientimin e trafikut rrugor, por do të lidhte gjithashtu rrugën transballkanike me portin detar të Vlorës. Për këtë qëllim, në vitin 2022, IKMT zbarkoi sërish në zonë, duke shembur edhe aso kohe disa banesa të tjera banimi, por edhe pas këtij presioni të radhës përkundrejt banorëve të zonës, situata sërish mbeti pezull për sa i përket punimeve, duke mos marrë asnjëherë dritën jeshile. Fadrumat rikthehen sërish në lagjen 1 Maj 9 muaj më parë, për gjatë vitit 2024, për të shembur aty rreth 16 objekte të tjera. Objekte këto kryesisht banesa, por kësaj radhe nuk i shpëtojnë shembjes as godina të bizneseve, dhe u premtua se punimet nisën për të mos u ndalur më. Shumë familjar betën në qell të hapur se humbën shtëpit për projektin i cili u parashikua të sillte më tepër zhvillim për Vlorën, por pavarësisht premtimeve, situata mbeti po njësoj. Sot plazhi i vjetër vijon me zndotjes masive, pasi mbetjet inerte e kanë pushtuar këtë zonë prej vitesh, duke të afruar imazhin e një zone lufte. Gërmadhat e godinave të shembura janë ende po aty, madje disa prej tyre i kanë mbuluar dhe bari apo shkuret, duke u bërë të padallueshme. Rruga vazhdon e bllokuar dhe dhjetra banor vazhdojnë të jenë në qell të hapur. Madje nuk ka asnjë informacion se kur punimet do të fillojnë dhe madje nëse do të fillojnë ndonjëherë ose jo. Institucionet në këtë situatë e drejtojnë gishtin nga njëri tjetri, ku ato lokale e pasojnë topin tek qeveria qendrore dhe Ministritë e Linjës, ndërsa këto të fundit e shohin gërçin pikërisht tek pushteti lokal.